për fatin e keq që nga viti 2013 Shqipëria nuk ka bërë në një reformë zgjedhore që të plotësojë detyrimet që vijnë nga OSBE Odiri dhe ka shumë loopholes në sistemin tonë cilët krijojnë një problem të madh me zgjedhje lira të ndershme. Por pavarësisht nga kjo, ne jemi të vendosur për të mbrojtur votën në çdo qendër votimi. E ngrita këtë si shqetësim sepse mendoj që kemi shkuar shumë mbrapa, si një vend antar i NATO-s në nivelin demokratik, institucional, kushtetues, por edhe në raportet me qytetarët. Dhe sjellja e Ramës, sidomos sot, po ju marr një shembull, ku kryeministri nuk ndodh në asnjë vend botës biles, do kishte një debat shumë të madh që ose një kryeminist i një vendi demokratik apo vendit antar të NATO-s do dilte dhe thoshte nëse nuk votoni për mua rrini në shtëpi. Në fakt kjo ishte thirrja e fundit në rrjetet sociale e kryeministrit. Do të thotë që juve jeni kur nuk votoni për mua, ju jeni njerëz pa vlefshëm, nuk keni asnjë gjë pretendim për jetën tuaj dhe nuk keni asnjë vlerë për shoqërinë ku ju jetoni. Për të qenë të saktë, i tha publikut më mirë rini në shtëpi sesa të votoni kënetën të dielën. Po, shiko, kënet më shumë se sa Edi Rama, nuk mund të ketë, sepse ka 12 vjetë, që është kthyer më keq se sa një ujë ndenjur që qelve të gjitha ndeja, nuk ka se ku era i ka dalë në të gjitha, në Shqipëri dhe pastaj edhe tani së fundi në institucionet ndërkombëtare. Të gjithë kanë filluar ta njohin. Për një kohë përfitoi për faktin se opozita ishte në atë kolapsin e vet, që do të merrem shumë me veten sa merrem me problemin e shqiptarëve, por besoj që qëndrimet që ka qoftë Kongresi PPS, qoftë IDU-ja, qoftë edhe Partia Popullore Europiane, apo ndoshta së shpejti edhe Kongresi Amerikan në raport me këtë çështje, tregojnë qartësisht që njerëzit kanë filluar ta shikojnë Shqipërinë ndryshe dhe kanë filluar ta shikojnë edhe me vëmendjen që të ketë në radhë parë një demokraci funksionale për shqiptarët. Shkon sot isha ndryshe së jashtme, thoni ju zoti Mediu, po së brendshme, sepse pyetja ime ishte për kontaktin me elektoratin dhe këta njerëz që në fakt e kanë në dorë si parim vendimarrjen. Ata e kanë ndryshuar, a janë më të ndërgjegjshëm dhe si është perceptimi i tyre? Duke sikur deri vonë kemi folur thjesht për kampizim elektoral. Pra, vot militanteske të dyja kampeve, çfarë do që të ndodhte në këtë vend? A vazhdon të jetë kështu në leximin tuaj? Po ju bëj, atëherë sot para se të shkojmë Berat, dëgjova një spot të Partisë Socialiste, i cili thoshte që shqiptarët kanë nevojë për shpresë. Dhe nuk arrita kuptoj se çfarë sensi ka, shqiptarët pas kanë nevojë për shpresë, pra që kanë pa shpresë dhe vetë socialistët. Po shpresën e zgjidhen gjenin tek lideri i madh. Thoshin vetëm Edi Rama shpresë. Nga ana tjetër, sjellja jonë ka qenë se duhet ja përgjigja sa që thoni ju, marrëdhënia dhe biseda dhe me qytetarët për të dhënë atyre vlerën që kanë në demokraci, dinjitetin, lirinë dhe mundësinë për ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri. Dhe në raport me këtë ne jemi përpjekur që të kemi program konkret dhe bisedë konkrete me qytetarët. Nuk kemi si them hiperbolizuar apo hynizuar në një lider, po i kemi përpjekur të i kthejmë vlerën asaj që takon shoqërisë shqiptare. Nga ana tjetër do të krejtë e kundërta. Dhe kjo ka krijuar një efekt pozitiv te qytetarët për ta kuptuar që vlera e tyre shumë herë më e madhe se sa që pretendon Rama se ata e kanë. Por le të jem i sinqert dhe ta shoh situatën siç është. Largimi mbi 1 milion shqiptarëve për bërë një problem jashtëzakonisht të madh për sistemin politik, ekonomik dhe social në Shqipëri, i cili padyshim që ka efektet e veta edhe në procesin elektoral. Le ta konsiderojmë të hapur debatin, po marr fillimisht impresion e zotit Vangjeli, si u duket momenti përmbyllës, meqense jemi në ditët e fundit paraheshtjes elektorale për koalicionin opozitar. Të bërit fushatë dhe si është përçuar fjala dhe programi i tyre deri te publiku në leximin tuaj? Si një ndeshje mes dy kalorësish mesjetar, mbas të cilëve ri ushtria, zakonisht në betejë të tilla të mëdha ndonjëherë që ata e zgjidhnin fatin e betejës me një sfidë personale. E tillë është edhe kjo fushatë elektorale, ndoshta me më pak surprizë nga çdo tjetër nga ato që kanë ndodhur deri tani, më e mefshët, me një përçmim dhe përbuzje besoj të drejtë të gjitha palëve ndaj kodit zgjedhor, as mish as peshk, thuhet nga një herë dhe ndonjë gjë tjetër për ta treguar. Përbuzje ndaj kodit zgjedhor që në fakt e bën bashkë me vullnet të plot. Është tjetër histori. Jo, është e njëjta histori. A janë këto palë të cilët ranë dakord dhe u akorduan plotësisht për kodin zgjedhor, ndërkohë që nuk bën atë që duhej, por vetëm rekomandimet e domosdoshme. Ato që ishin detyra shtëpie me alarm. A ka qenë rregull apo përjashtim, po sa herë që janë bërë bashkë nxitim thin me ngut, të dyja palët më të mëdha zakonisht kanë nxjerrë një produkt të lig, i cili i ka dëmtuar të dyja, o ka dëmtuar herë njërën herë tjetrën, por në të gjitha rastet nuk i ka shërbyer publiku. I lig mund të jetë për shqiptarët, po thoni ju, po mund të jetë produkti që ata kanë dashur. Sepse parlamenti i nesërm, sido që të vi, prap nuk do të reflektoj
vullnetin e shqiptarëve. Dhe kjo është e para. E dyta, është ai mallkimi që unë ju kam paralajmëruar që do të bëhet për një tjetër e marrëveshje që bën ata për të ftuar diasporën për të votuar në Shqipëri. Ka nisur të marrë jetë mallkimi, po më thoni? Pse nuk e keni ndjekur, sidomos këto 10 ditët e fundit që po e shënjojnë me gisht. Ju e dini që ne jo vetëm ndjekim, monitorojmë dhe raportojmë gjithçka, po a janë sporadike apo është fenomen shqetësimi që vjen për votën e diasporës? Ishte pyetje retorike sepse në këtë groteskun tonë shqiptar edhe një gjigant si DHL-ja, pavarësisht se çfarë roli mund të ketë në këtë histori, po shënjohet tani me një mendje lehtësi dhe megalomani tipike ballkanase si fajtore, si ndërhyrëse në zgjedhjet e Shqipërisë. Gjë që ju e kishit paralajmëruar në fakt pavarësisht se kush do të ishte arbitri. Muaj të tërhershëm, dhe kjo do të jetë një nga alibit kryesore të atij që hum, përveç asaj të zakonshme që mu vodhen, u blen ndikimi i faktorëve të tjerë jo elektoral, duke harruar diçka. Mi vodhen, thanë edhe socialistët në 2009, sidomos. I vodhen, i grabitën, blen votën, i vodhen, kanë thënë demokratët në 2017 dhe 2021. Dhe ne duke mësuar me të ligën, duke mësuar me këtë lloj retorike, harrojmë diçka të thjeshtë. Ore, kaq dele jemi ne shqiptarët.